Jo gjithmonë përfaqësojnë realitetin, kështu që ka përmirësime, të mos e mohojmë, për sa i përket pagave nivelit të pagave të grave, po përsëri nuk është se është realiteti kaq i ndriçuar dhe kaq pozitiv sa duket nga shifrat. Endeku është ndryshuar, por pra është zvogluar në 2-3 pozicione, dhe kuptohet zhvillimet janë të tilla që sot gratë në botë janë të barabarta me burrat në pozicione shumë të rëndësishme, në pozicione drejtuese, në pozicione teknike, por megjithatë gjithmonë numri atyre grave në këto pozicione është shumë i kufizuar se sa i burrave. Dhe kjo ka dhe arsyet objektive që t'jemi realist, sepse gruaja duke qenë se bëhet nën, detyrohet për një farë kohe të shkëputet nga tregu, nga zhvillimi, nga profesioni. Dhe kjo i sjell asaj një lloj shkëputje, pra prapambetje që i vë burrat më përpara dhe detyrohet ose të punojë më shumë ose ta mbajë këtë lloj endeku që i krijohet. Po në Shqipëri nuk është ky rasti. Ky është rasti në botë. Në Shqipëri nuk është se ka gra në pozicione kaq të mëdha dhe në mënyrë të barabartë të përfshirë në tregun e punës dhe të profesionit si burrat. Artificialisht do të thoja unë, kjo është në tregun e politikës, ku gratë vendosen për numër dhe për propagandë si të zgjedhura ose në pozicione drejtuese. Dhe nuk është se, si të thuash, ju ka bërë nder grave dhe i ka bërë ato të shkëlqejnë. Përkundrazi kemi raste të cilat në një farë mënyrë i kanë diskredituar dhe sikur justifikojnë të qenit pak mbrapa burrave, gjë që në fakt nuk është për arsye zhvillimi intelektual apo aftësie, po është për arsye natyrore. Në përgjithësi, gratë shkojnë në ato punëra që i mundësojnë dhe një lloj shkëputje dhe jo një përkushtim 100% siç janë ato pozicionet e larta drejtuese, sepse me familjen zakonisht, dhe sidomos në shoqërinë tonë, merret më shumë gruaja se sa burri. Prandaj është kjo